Maska magjike me sot buke që ju heq 10 vite nga fytyra, ja si ta përgatisni. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm dhe me vlera të shumta për shëndetin dhe bukurinë e jashtme. Ajo mund të përdoret për të pastruar problemet e lëkurës dhe problemet të ndryshme të organizmit. Ajo është përdorur gjithashtu edhe për rritjen e brumit, por edhe për te kuzhinës. Në këtë video, sipas brejtë saj, do të rendisnim disa nga përfitimet kryesore të sodës së bukës, sidomos në duken tuaj të jashtme, të cilat do ju bëjnë që të dukeni të paktën 10 vite më të reja. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë edhe kundër problemit të puçrave në lëkurë. Soda e bukës është një produkt fantastik i cili mund t'jap rezultate të mira kundër akneve dhe kundër puçrave, sidomos edhe pikave të zeza. Vetëm përgatisni një sodë me pak ujë dhe përdoreni direkt në puçrat e lëkurës. Do të shpëtoni një herë mirë prej tyre nëse aplikoni atë rregullisht. Soda e bukës gjithashtu mund të jetë një zgjidhje efektive edhe për pastrimin më të mirë të dhëmbëve tuaj. Soda e bukës në kombinim me peroksidin e hidrogjenit mund të ndihmojë në zbardhjen tuaj të dhëmbëve. Përdorimi i saj në mënyrën e duhur dhe në mbikëqyrjen e një eksperti mund t'japë rezultate fantastike në shëndetin tuaj dëntar. Të paktën mos e përdorni më shumë se një herë në javë. Soda e bukës mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe si aromatizues i gojës, duke larguar kështu edhe problemet të cilat shkaktojnë erën e keqe në gojën tuaj. Nëse vuani nga era e keqe e gojës, vendosni një lugë çaji sodë buke në një gotë me ujë dhe i përzjeni derisa ajo të tretet mirë. Atëherë mund të bëni gargar me këtë përzierje dhe gjithashtu do të eliminoni të gjitha bakteret në gojën tuaj dhe do të përmirësoni gjithashtu higjienën tuaj dentare. Ndjekja e këtij trajtimi në kushte shtëpie mund t'japë rezultate të favorshme në mbrojtjen e shëndetit tuaj dentar dhe në parandalimin e prishjes së tyre. Përveç procesit se do të realizohet në mënyrë të duhur, mund t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj dentar. Sodën e bukës mund ta përdorni gjithashtu edhe në shampo. Nëse e shtoni në shampo, do t'i mbajë flokët dhe skalpin e kokës më të shëndetshme dhe do të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tyre. Vetëm sigurohuni ta përdorni gjithashtu të paktën një herë në muaj. Soda e bukës do t'japë rezultate të mira edhe për shëndetin tuaj të thonjve, duke i larguar papastërtitë e tyre dhe duke dhënë gjithashtu një higjenë më të mirë të tyre. Përzjeni sodë buke 3 pjesë sodë buke me 1 pjesë ujë për të përgatitur një pastë të cilën mund ta aplikoni në thonjtë tuaj dhe sipas nevojës do ju ndihmojë gjithashtu në parandalimin e komplikacioneve dhe në sjelljen e rezultateve konkrete lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Soda e bukës mund të përdoret gjithashtu si deodorant kundër erës së keqe të trupit. Soda e bukës mund të përdoret si një deodorant natyral. Shtoni disa pika vaj esencial në 4 lugë sodë buke dhe aplikoni atë në sqetullat tuaja, për të larguar të gjitha bakteret dhe për të përmirësuar gjithashtu higjienën tuaj. Përdorimi i saj në këtë mënyrë do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të larguar papastërtitë. Sodën e bukës mund ta përdorni si pastrues. Përfshirja e sodës së bukës në rutinën tuaj të fytyrës çdo ditë do ta mbajë lëkurën tuaj më të pastër, më të shëndetshme dhe gjithashtu do të largojë papastërtitë e saj. Përdorimi i saj në mënyrë të rregullt kundër këtyre shqetësimeve do t'japë rezultate fantastike. Andaj mos nguroni që ta keni pjesë të recetave tuaja sodën e bukës. E dobishme në çdo familje. Soda është një produkt i dobishëm si në kuzhinë, ashtu edhe në kujdesin tonë natyror. Është përbërës që ka shumë përfitime për lëkurën, për flokun dhe mund të përdoret gjithashtu edhe për maskat e fytyrës dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Por çfarë i bën soda e bukës fytyrës suaj? Soda e bukës është një përzierje e mirë pastruese e cila do të largojë papastërtitë dhe do të hapë poret, duke parandaluar kështu edhe formimin e pikave të zeza. Gjithashtu ajo ka efekte të forta antibakteriale, në rezultate të mira kundër këtyre shqetësimeve. Falë konsistencës së saj, bëhet një shtresë e shkëlqyer natyrale për shëndetin tuaj të lëkurës dhe do të mbajë larg gjithashtu problemet e një pasnjëshme të saj.
Është e shkëlqyer edhe për vetpastrimin më të mirë të shpejtë të fytyrës në kushte shtëpie. Kështu do t'jap rezultate më të mira. Skrap fytyre me sodë buke dhe mjaltë gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për të mbajtur larg këto komplikacione. Shtresa e bazuar në sodën e bukës me mjaltin është perfekte gjithashtu për të gjitha llojet e lëkurës, duke e bërë lëkurën tuaj më vitale dhe më të mbrojtur. Përgatitet thjesht duke përzierë një lugë çaji sodë buke me një lugje dhe mjalt me pak ujë për ta bërë maskën më kremoze. Duhet ta aplikoni në fytyrë me një masazh të lehtë dhe më pas ta largoni atë me ujë të ngrohtë dhe me një pastrues të butë. Përzjeheni dhe shtoni limon, filloni një maskë eksofiluese me efektet kundër rrullave, të cilat do ta lënë fytyrën tuaj më të pastër. Skrapi hidratues në kombinimin me sodën e bukës gjithashtu edhe me kosin mund t'japë rezultate fantastike në këtë drejtim, citojnë ekspertët. Soda e bukës në kombinim me kosin është ideale si një skrap i cili mund t'japë rezultate të mira në dukjen e lëkurës suaj të fytyrës. Për të bërë peeling, përzieni një lugë çaji sodë buke me një lugë me kos. Shtoni disa pika lëng limoni dhe masazhoni butësisht fytyrën tuaj. Mund ta lini përzierjen për 10 minuta dhe më pas ta shplani fytyrën tuaj me ujë të ngrohtë dhe të hiqni çdo mbetje me një peshqir. Skrap fytyre me sodë buke vaj kokosi për lëkurën e ndjeshme. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike dhe gjithashtu lëkura juaj do të jetë më e shëndetshme. Bikarbonati i natriumit ose soda e bukës kryen një eksofilim më të lehtë, prandaj, në kombinim me një përbërës të butë siç është vaji i kokosit, ajo është perfekte për përgatitjen eksofiluese për lëkurën e ndjeshme. Për të përgatitur këtë, thjesht përzini një lugë gjedhe vaj kokosi të trash me një lugë çaji sodë buke dhe masazhojeni fytyrën tuaj me majrat e gishtave. Pas përfundimit të masazhit mund ta lani fytyrën ose ta lini të veprojë për të paktën disa minuta, do të ishte një maskë ideale dhe hidratuese. Për ta hequr atë, përdorni ujë të ngrohtë ose pastrojeni lëkurën tuaj me një peshqir për të hequr kështu edhe mbetjet e saj. Skrap për pastrimin e fytyrës në kombinim sodë buke me limon. Ata që kanë lëkurë të yndyrshme me puçra në fytyrë dhe pika të zeza një herë në muaj, mund të përdorni edhe maskën shtresëzuese me bazë sodë buke në kombinim gjithashtu me lëngun e limonit. Kjo shtresë përgatitet edhe për një lëkurë e cila mund t'japë rezultate fantastike me aplikimin e saj. Duhet ta aplikoni atë në fytyrë dhe gjithashtu të masazhoni lehtë për disa minuta pjesët e lëkurës së fytyrës suaj. Një maskë e vogël paraprake mund të përdoret në këtë mënyrë. Nëse lëngu i limonit nuk heq plotësisht kontaktet me rrezet e diellit, ai mund të krijojë njolla të dukshme në fytyrë. Prandaj këtë maskë këshillohet ta përdorni në mbrëmje për të evituar kështu edhe efektet anësore. Si gjithmonë, bëni kujdes që të mos e teproni pasi në disa raste ajo mund të kthehet në një dëm të vërtet për lëkurën tuaj. Soda e bukës është një alternativë e çmuar kundër këtyre shqetësimeve, ndaj nëse doni të merrni përfitimet e saj, duhet ta përdorni me kujdes. Përpara aplikimit duhet ta përdorni në shtresa të vogla të lëkurës. Nëse ajo vepron negativisht në lëkurën tuaj, këshillohet të mos e përdorni, pasi mund të krijojë edhe shqetësime në dukjen e shëndetshme të lëkurës. Soda e bukës është një alternativë shumë e mirë. Tashmë di më se soda e bukës përdoret edhe për skuqjet e shumta, duke na dhënë rezultate vërtet efektive. Megjithatë, ky produkt fantastik shtëpiak mund të përdoret edhe si një maskë fytyre, citon Eltside. Një maskë eksofiluese me sodë buke mund ta bëjë lëkurën tuaj më të shëndetshme, më të ndritshme dhe gjithashtu më të butë dhe më të freskët. Ndaj përdorimi i saj në mënyrë të rregullt në kushtet e shtëpisë mund ta bëjë lëkurën tuaj që të jetë më efikase dhe të mbrohet më lehtë. Aplikimet e pastave me sodë buke gjithashtu janë alternativat më të mira për shëndetin dhe dukjen e lëkurës suaj. Gjithçka që duhet të bëni është të ta përdorni me kujdes për të evituar kështu edhe efektet anësore të përdorimit të tyre. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.